Hymë transmetimet tona të drejt për drejta, do të kalojmë në një lidhje të drejt për drejt në këto momente me korespondentin e Report Televizion në Sarand, Limoz Dilani, pasi ditë në sotme policia ka arrestuar një person i cili është kandidat nga nisma Shqipëria Bëhet, e Adriatik Lapajt, kandidat për deputet, bëhet fjalë për Ergyes Jusufin, pasi është kapur me një dozë kokain. Por e kam në këto momente Limoz Dilanin. Limoz, të përshëndes, linja për ty. Dalemi të dinamika e këtij arrestimi dhe çfarë thot policia? Përshëndetje, policia me ditën e sotme ka ndaluar Ergyes Jusufin, kandidat i Shqipëria Bëhet, një person me një reputacion të lartë në qytetin e Sarandës, i cili aktualisht është emigrant në Suedi, por që ka mbërritur vetëm pak ditë më parë për fushatën elektorale, pra pasi ai është kandidat në qarku Vlorë për Shqipëria Bëhet. Pavarësisht se policia ende nuk ka lëshuar një komunikat për mediat, bëhet me dije se ai është ndaluar në aksin rrugor Borsh-Sarand, ndërkohë që është gjetur nga kontrolli që është bërë, i është gjetur një dozë kokain. Ndërkohë këtu përpara ambienteve të policisë, një grup militantësh dhe stafi elektoral i Shqipëria Bëhet e kanë cilësuar këtë akt si një inskenim nga ana e policisë, i cili tenton të godas këtë forcë politike në prag të votimeve, pasi sipas tyre ata janë forcë e parë në qytetin e Sarandës. Limoz, si është gjetur kjo dozë me kokain te Ergyes Jusufi? Pra, policia e ka kontrolluar, dyshonte për çfarë? Pra, ndalemi te dinamika, si ka mundësi, e ka ndjekur apo çfarë? Ende nuk është marrë në pyetje, vetëm para pak çastesh ka hyrë në ambientet e komisariatit të policisë avokati i Ergyes Jusufit, dhe në këto çaste ai po merret në pyetje, por sipas informacioneve nga shtabi elektoral, por edhe nga familjarët, ata dyshojnë se një person i ka dorëzuar pa një dozë kokaine dhe më pas policia, vetëm pas pak çastesh policia ka ndërhyrë duke e shoqëruar në komisariatin e policisë. Forcat e policisë kanë ushtruar një kontroll në ambientet e shtëpisë së familjarëve të tij, pasi Ergyesi vetë jeton në Suedi dhe kishte vetëm një javë që kishte mbërritur në Sarand, ata nuk kanë gjetur asgjë të ndaluar në ambientet e shtëpisë së tij. Limoz, falenderoj për këto detaje, sapo të kesh të reja të tjera, do rilidhemi përsëri bashkë. Falenderoj për momentin. Në këto momente do të vijmë përsëri me aktivitetet politike, do shkojmë në Lushnjë, është një aktivitet i Partisë Socialistësh duke folur zoti Rama, ndërsa do t'i rikthemi edhe ngjarjeve të tjera që kanë ndodhur ditën e sotme, do shkojmë përsëri në Dibër ku vijmë kërkimet për gjetjen e personit që drejtonte edhe ekskavatorin i cili u mbulua nga rishkitja e dheut. Kemi lajm të fundit, por do t'i kthehemi më pas me lidhje direkte me korespondentët tanë. Për momentin shkojmë menjëherë në Lushnjë.